është nder për mua të qëndroj këtu përpara udhëheqësve të komuniteteve tona fetare, gjithashtu të jem edhe në praninë të rektorit, si edhe të kolegëve tjerë, profesora edhe student. Do të flas shkurt, edhe do t'i referohem edhe unë sikurse rektori nderuar enciklikës e Papës Franceskut Laudato Si, të vitit 2015, Kisha Katolike ka filluar të mendoj në mënyrë teologjike, në mënyrë njëfije më intensive nëpërmjet Papës së ndjerë Franceskut, i cili e kishte shumë për zemër çështjen klimatike. Me siguri keni dëgjuar edhe për dokumentin Querida Amazonia, që nëse s'jam gabim doli në vitin 2019, i cili gjithashtu flet për zjarret e ndryshme që kanë ndodhur në Amazon, atje në Brazil, që kanë ndjekur shumë pyje kështu me radhë, edhe dokumenti Laudate Deum i vitit 2023, që gjithashtu studion çështjen klimatike, por duke pas parasysh përvojën e pandemisë COVID-19. Prandaj Kisha Katolike ka menduar mjaft mbi këtë çështje, sidomos në 20 vitet e fundit, e themi ashtu, 15 vitet e fundit. Unë do të flas, sikur se thash shkurt, Papa Francesku kur i drejtohet personave që lexojnë Laudato Si, patjetër nuk u drejtohet vetëm katolikëve, sepse kur vjen fjala për çështje klimatike, aty nuk ka dallime midis as kombeve, as feve, jemi të gjithë njësoj. Ai thot dëshiroj t'i drejtohem çdo personi që banon në këtë planet. Është një apel i përgjithshëm për të gjithë. Fjalët e Papës pra janë fjalë njerëzie, para çështjeve të natyrës jemi të gjithë njerëz. Të gjithë ushqehemi me të njëjtin ajër, të gjithë jemi banues të njëjtës tokë. Në këtë kuptim askush nuk është mysafir mbi tokë, gjithkush është përgjegjës, askush nuk duhet të presë që tjerët të veprojnë, gjithkush duhet të niset nga vetja. Papa Francesku e përshkruan tokën si një shtëpi e përbashkët që po fillon të ngjajë gjithnjë e më shumë një grumbulli të madh mbeturinash. Papa flet për një logjik të përgjithshme në botë, throw away culture. Duket se bota kujdeset më shumë për mbeturinat dhe për çfarë të bëjë me to, sesa për ruajtjen e natyrës së krijuar nga Zoti dhe për krijimin e një ambienti të përshtatshëm për bashkëtesën midis njerëzve. Qëllimi i Papa Franceskut është të bashkojë familjen njerëzore për të kërkuar një zhvillim të qëndrueshëm dhe integral. Dy janë nivelet e bisedës që Papa bën, njëri është teologjik e tjetri shpirtëror. Të fillojmë me nivelin teologjik. Arsyet thelbësore teologjika pse natyra nuk është thjesht një burim për të shfrytzuar, por një dhuratë për të mbrojtur është se çdo krijesë ka vlerë në vetvete. Papa kujton se tek libri i Zanafillës, kapitulli i parë, rreshti 28, që citoi edhe profesor Thomaj, Zoti urdhron Adamit dhe Evës, shtohuni e shumohuni e mbusheni tokën dhe sundojeni atë. Ky urdhër i Zotit është një bekim, thot Papa, që njeriu ta sundojë tokën. Në këtë kuptim, toka është bekim për njeriu, por edhe njeriu është bekim për tokën, sepse njeriu e shfrytëzon në kuptimin që i shërben tokës, që toka t'i shërbej njeriu. Dhe kështu kemi një marrëveshje midis njeriut dhe një raport të qartë dhe të vazhdueshëm midis njeriut dhe tokës. Pastaj Papa prezanton konceptin e ekologjisë integrale. Thot se kriza klimatike është e lidhur ngushtë me krizën shoqërore. Kur marrëdhëniet midis njerëzve prishen e kur njerëzit kërkojnë interese individuale dhe jo kolektive, që të synojnë të mirën e përbashkët, paralelisht me degradimin e shoqërisë ndodh edhe degradimi i ambientit ku shoqëria jeton. Një tjetër element teologjik është se toka është një trashëgimi e përbashkët për të gjithë njerëzit. Mjedisi është një e mirë kolektive, trashëgimi e gjithë njerëzimit dhe përgjegjësi e të gjithëve, një amanet, sikurse u tha përpara. Privatizimi i burimeve, sikurse uji për shembull, në kurrizë të varfërve është një padrejtësi morale. Uji i takon të gjithëve, shkretëtirat u takojnë të gjithëve, pyjet u takojnë të gjithëve, ajri është i të gjithëve, nuk mund të jetë i dikujt, i një individi ose i një organizate private.
Dhe së fundi, destinacioni universal i të mirave, parimi i krishterë që thot se pasuria e botës u takon të gjithëve, kjo nënkupton që personi që mbron mjedisin në fakt mbron të drejtat e më të dobtve. Ai që ka ma shumë pushtet, është përgjegjës për ata që kanë më pak. Më i forti ka përgjegjësi për më të dobtit, sepse i dobti nuk është i Zoti ti mbroj të drejtat e veta, sepse nuk i ka ato mundësi. Atëherë, kush është më i fort, kush ka më shumë mundësi, në fakt ndihmon dhe u shërben të dobtve. 2-3 ide shpirtërore. Papa Francesku bën thirrje për një kthes ekologjike, një ndryshim të zemrës dhe të mendjes që manifestohet në vepra konkrete. Të krishterët janë të thirrur të pendohen për mënyrën se si e kanë dëmtuar planetin, ta duan dhe të respektojnë ambientin, ku jetojnë ata dhe vëllezërit e tyre. Papa kërkon prej të krishterëve 2 qëndrime. Qëndrimi i parë shpirtëror është mirënjohja. Të shohësh botën jo si problem për të zgjidhur, si vend për të ndërhyrë për përfitime, por si një mister të gëzueshëm për të soditur si dhuratë e madhe. Të dim të themi Zotit faleminderit për natyrën, për botën që na ke dhënë. Jemi mirënjohës për dhuratën e Zotit. E dyta, mëshira. Mëshira ndaj shtëpisë së përbashkët. Mua më bën shumë përshtypje kjo ide e Papa Franceskut. Papa propozon që kujdesi për shtëpinë e përbashkët të shtohet si një vepër e re mëshire. Në traditën katolike, veprat e mëshirshme të shpirtit janë këto: të këshillosh ata që janë në dyshim, të mësosh ata që nuk dinë, të qortosh mëkatarët me dashuri e urti, t'i ngushëllosh të pikëlluarit, të falesh fyerjet, të durosh me durim ata që të mundojnë, të lutesh për të gjallët dhe për të vdekurit. Ka gjithashtu në traditën katolike dhe vepra të mëshirshme të trupit, për shembull, t'u japësh ushqim të uriturve, të japësh ujë të eturve, të veshësh të zhveshurit, të strehosh stegtarët ose të pastrehet, të vizitosh të sëmurët, të vizitosh të burgosurit, të varrosh të vdekurit. Tani, patjetër se këto 2 lista nuk kanë të bëjnë as pak me ekologjinë. Papa thot se do ta shtojmë edhe kujdesin për natyrën si një pikë tjetër, si një temë tjetër të mëshirës. Në këto lista veprash të mëshirshme, sipas Papës, duhet të shtohet edhe vepra kujdesit për natyrën. Natyra është si një smur që ka nevojë për kujdesin tonë. Së fundi, ndryshimi niveli praktik, ndryshimi i stilit të jetës është lufta kundër kësaj throw away culture, kulturës së mbeturinave. Të krishterët duhet të refuzojnë konsumizmin e tepër. Papa sugjeron gjëra të thjeshta, të përdoret më pak plastik dhe letër, të kursehet uji e gjëra të ngjashme. Papa thot se sa më thjesht të jetojë njeriu, aq më i lumtur bëhet. Të vlerësohet takimi dhe të evitohet tundimi i grumbullimit të panevojshëm të gjërave materiale. Dhe bekimi i ushqimit, ta falenderojmë Zotin për bukën e përditshme që na jep. Në përfundim, më lejoni të lexoj një lutje. Papa tek dokumenti Laudato Si shkruan 2 lutje, një lutje që ka më shumë një karakteristikë të krishterë dhe një lutje ndërkonfesionale. Unë po lexoj lutjen që Papa shkruan, që Papa e vë, ndërkonfesionale dhe me këtë po përfundoj. Është një lutje për tokën tonë. Hyj i gjithëpushtetshëm, që je i pranishëm në mbar gjithësinë dhe në krijesën më të vogël tënden, ti që përqafon me butësinë tënde gjithçka që ekziston, derdhë mbi ne forcën e dashurisë sate, që të kujdesemi për jetën dhe bukurinë. Ndamush me paqe, që të jetojmë si vëllezër e motra, pa i bërë dëm askujt. O hyj i të varfërve, na ndihmo të ngrem të braktisërit dhe të harruarit e kësaj toke, që kanë aq shumë vlerë në sytë e tu. Shëroje jetën tonë, që të mbrojmë botën e të mos e plaçkitim, që të mbjellim bukuri e jo ndotje dhe shkatrim. Preki zemrat e atyre që kërkojnë vetëm përfitime, në kurrizë të varfërve dhe të tokës. Na mëso të zbulojmë vlerën e çdo gjëje, të sodisim me habi, të kuptojmë se jemi thellësisht të bashkuar me të gjitha krijesat në udhën tonë drejt dritës sate të pafundme. Faleminderit që jemi ne çdo ditë, na mbështet të lutemi në përpjekjen tonë për drejtësi, dashuri dhe paqe.